shërbimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimeve si shpenzime të zbritshme. Transporti publik në vendin tonë është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim. Do të fillojmë me jetësimin e programit Anë Mban. Do të krijojmë pra një rrjet të integruar transportit publik në tërë territorin e shtetit. Fillimisht për trafikun urban, NVM edhe për trafikun ndërurban. Do të ketë bilet mujore të integruar, secili shfrytëzues do të mund të udhtoj Anën Mban Kosovës pa pasur nevojë për bileta të tjera dhe duke përdorur vetëm transportin urban dhe ndërurban. Bileta do të jetë subvencionuar dhe me kosto minimale për shfrytëzuesit. Synimi ynë është që me një kosto të përballueshme, prej 10 euro në muaj, secili të ketë mundësi të shfrytëzoj programin Anën Mban e të udhtoj Republikën sonë cep më cep. Krahas nismave që ndërmorëm gjatë qeverisjes do të shtojmë përpjekjet edhe programet që e fuqizojnë pjesëmarrjen e mërgatës në vendin tonë. Përmes dritares për investimet diasporës do të mbështeten ndërmarrës nga mërgata deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Shteti i Kosovës do të jetë garanci për investimet e mërgatës, për gjitha kredit që marrin për investimet e tyre këtu, shteti i tyre do të shërbej si hipotek për ta. Kemi kryer të gjitha obligimet, të cilat i paraprin integrimit të Kosovës në SEPA, Single European Payment Area. Kështu do të krijohen lehtësi të mëdha për transferet e parave në Kosovë dhe tani po presim zhbllokimin nga gjykata kushtetuese të këtij ligji. Me antarësimin në SEPA, rreth 60 milion euro i kursen Kosova të parave të diasporës sonë. Dhe ka një vit që ky ligj ngelet në sirtarët e gjykatës kushtetuese. Por dashur qytetarë, të nderuar mërgjimtarë, ta dini që për 60 milion euro që i kursejmë në vit me SEPA, i bie që në vitin 2026, për çdo muaj që na e vonon atë gjykimin gjykata kushtetuese, i humbim 5 milion euro. 5 milion euro humbin për çdo muaj. Rrjedhimisht edhe një herë thirrje gjykatës kushtetuese, mos na e vënoni SEPA-n se 60 milion euro i kursejmë brenda vetëm një viti. Mësimi gjuhës shqipe me kurrikul të dedikuar për fëmijët e familjeve që jetojnë e punojnë jashtë vendit është prioritet i yni çdo herë. Sbashku me Shqipërinë, sigurohemi që të mbahet mësimi i gjuhës shqipe në gjitha shtetet ku ka komunitet të madh shqiptar. Do t'i digitalizojmë plotësisht shërbimet konzullore. Çdo pjesëtar i mërgatës tonë nuk do të ketë më nevojë për shumë shërbime administrative të paraqitet patjetër fizikisht në konzullata e në ambasada dhe në fillim të mandatit do të mundësohet kthimi me automatizëm i shtetësisë për mërgatën. E për bashkëdhetarët tonë, për shërbimin tonë të jashtëm, për rejtingun e shtetit tonë, në mandatin që shkoj, 5 ambasada i kemi blerë, e në mandatin që vjen, po ashtu do t'i blejmë edhe 5 të tjera, që të mos paguajmë qiratë shtrejta dhe të kemi përfaqësi dinjitetshme. Ju e dini dashur qytetarë që kemi mbështet familjet nga subvencioni energjisë elektrike te shtesat e fëmijëve e për mandatin e ri, po e shtojmë një program të ri për gjyshrit e secilës familje që ka fëmijë. Në kuadër të mbështetjes për familjen do të arrisim
skemën e mbështetjes, sepse gjyshërve pensionist që kujdesen për nipat dhe mbesat në rastet kur të dy prindrit punojmë, do t'ju japim 100 euro shtesë për çdo muaj mbi pensionin ekzistues, sepse të gjithë nipat e mbesat e mosës së shtyr, të gjithë nipat e mbesat prej 13 deri në 36 muaj, kur të dy prindrit punojnë, duhet ta kenë jo vetëm kujdesin e gjyshëve e të gjyshëve, por edhe kujdesin e shtetit ndaj gjyshëve e gjyshëve. Përveç se dëshirojmë të arrisim mirëqenjen për pensionistët gjyshër, ky program synon ruajtjen dhe përforcimin e familjes, duke sjellë më afër 3 gjeneratat e një familje dhe njëkohësisht mundson që edhe gratë më shumë, më shpejt, më lehtë të integrohen në tregun e punës. Paralelisht masave që mbështesin vajzat në studime, gratë në biznes, nënat me fëmijë, artistët dhe sportistët mandatin e ri, që në 6 muajt e parë do të startoj me programin e ri për punësimin e grave apo superpuna për gratë. Ky program do të garantoj për 6 muaj pagën minimale që nga viti i ardhshëm pra do të jetë 500 euro. Programi dedikohet grave që duan të kthehen në tregun e punës, pra për bizneset bëhet e levërdishme të punësojnë gratë, sepse pagën e paguan shteti për 6 muajt e parë, kurse për gratë bëhet më e lehtë të gjejnë punë. Ky model është dëshmuar i suksesshëm me të rinjt dhe andaj po e zgjerojmë edhe për gratë. E paga minimale, me qenë se do të bëhet 500 euro, kjo do të thotë që ajo nuk do të tatohet, e nënkupton se për biznesin e vogël individual 6.000 eurot e para të fitimit vjetor do të jenë të liruara nga tatimi. Me trendin aktual, paga mesatare në sektorin publik e kalon 1.000 euro në mandatin e ardhshëm, duke pas parasysh që mandatin që sapo e mbyllëm, buxheti për paga, krahasuar me siç e kemi gjetur, është 47% më i lartë. Por jo vetëm kaq, jo vetëm që po e rrisim buxhetin për paga në sektorin publik, por edhe po e zvoglojmë pabarazin në paga. E kemi gjetë 20-1 raportin e pagës më të lartë me pagën më të ulët dhe e kemi zbritur në 4-1. Edhe janë rritur pagat, edhe është zvogluar pabarazia. Do ta themelojmë fondin e sigurimeve shoqërore. Kësaj mbulohet pagesa për pushimin e Leonis, edhe pushimin prindëror për nënën, por edhe për babain në rast marrjes pushimit. Fondi do të mbuloj edhe pagesat në rast të humbjes vendit punës, nuk do të lejoj më që ata që e humbin punën pa pritur të mbeten pa asnjë përkrahje. Për drejtat e punëtorëve dhe sigurinë punë, përveç kësaj që tham, në mandatin e ri do të arrisim sërish numrin e inspektorëve deri në 200 inspektor të punës. Në vitin e parë të qeverisjes son, e hoqëm pagesën e studentëve duke bërë falas shkollimin në universitetet publike. Ne kemi një seri programesh të bursave të bazuara në merita dhe prioritete strategjike shtetërore të cilat i kemi aplikuar gjatë mandatit që po përfundon. Tashmë me qeverinë e detyrë e kemi realizuar zotimin tonë për bursat e mobilitetit dhe mbështetjen për gjithë studentët. Merrni me mend, dashur qytetarë. Në janar e kena bërë premtimin për kurti 3, të cilin tashmë e kemi realizuar në kurti 2.5. Me këtë programin e ri, mobiliteti për student, që ka vlerën hekuran diku rreth 20 milion euro, mbështeten gjithë studentët në nevojë të cilët kryejnë studimet në një lokacion tjetër nga ai ku jetojnë. Studentët që kualifikohen për programin e bursës mobiliteti për student
për çdo muaj do të marrin një bursë varësisht nga distanca që ka vendi ku studiojnë me vendin ku jetojnë. Sa më larg që u duhet të studiojnë, aq më shumë do të përfitojnë. Pra, nëse dikush nga Juniku në vend Senpej studion në Gjilan, do të përfitojë më shumë. Nëse dikush nga Sharri në vend se në Prizren studion në Prishtinë, do të përfitojë më shumë. Nëse dikush nga Kashaniku në vend se në Ferizaj shkon e studion në Mitrovic, do të përfitojë më shumë. Pasi që rritëm mbështetjen për studentët në universitetet publike dhe për studentët vajza e granë STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri, matematik, mbështetjen me bursa do ta zgjerojmë edhe për studentët që vijojnë studimet në shkollimin universitar jo publik, pra në për kolegje private. Për këtë do ta dyfishojmë buxhetin e ndarë për bursa nga ai që kemi aktualisht. Do të vazhdojmë me prioritet të lartë mbështetjen për edukimin e hershëm. Vendi ynë i ka 108.000 fëmijë prej moshës 1 deri në 5 vjeç. Krahas rritjes përfshirjes tyre në qerdhe publike, do të fillojmë edhe me sistemin e bonove. Për ata prindër që vendosin t'i dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe jo publike. Synimi është që në ciklin parafillor të jenë të përfshirë të gjithë fëmijët të moshës 5 e 6 vjeç. Aktualisht në vendin tonë janë rreth 20.000 fëmijë të tillë që të gjithë ata do të jenë në qerdhe publike ose jo publike. Për diplomuarit në fushën e pedagogjisë, hyrja në profesion do të bëhet pas licencimit në nivel shtetëror të çdo diplomuari në rast aplikimi për mësimdhënës në nivelin parauniversitar. Ndërkaq licencimi i avancuar i mësimdhënësve në nivelin sipror do të shoqërohet me rritjen e pagesës për ta. Do të vijojmë dhe thellojmë procesin e rishikimit dhe rivlerësimit të gjitha teksteve shkollore, sepse disa prej tyre kanë cilësi të dobët në pjesë të saktuara, e disa kanë edhe defekte faktike apo logjike. Nga gjuha e matematika që i rishikuam tani më, do të vijohet me gjitha tekstet e tjera për gjithë arsimimin parauniversitar. Si dhe për disa lëndë, do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Mësimi plotësues po përgatitet si program i veçantë dhe i shtrirë në gjitha shkollat e vendit. Me të nis vala e re për transformimin cilësor të mësimdhënies në shkollat tona. Do të hapen 5 gjimnaze të specializuara në gjithë Kosovën. Ato do të jenë të dedikuara për fushat që fuqizojnë cilësinë e shkollimit mesëm dhe të ardhmen profesionale, sepse të dashur qytetarë, në për universitetet tona kemi nevojë të na vinë student më të mirë. Student më të përgatitur se sa që aktualisht shkojnë. Në fokus të mandatit të ardhshëm do të jenë shkollat e mesme dhe gjimnazën, në mënyrë që universitetet të mos jenë si shkollat e mesme duhet t'i bëjmë gati për universitete evropiane në vendin tonë. E programi i ri për ngritjen e madhe të cilësisë në arsimin e mesëm u jep mundësi profesionistëve me doktoratura apo edhe vetëm magjistratura dhe me kualifikim sipror në përgjithësi që t'japin mësim në shkollat e mesme anë kënd. Ata që kanë magjistruar ose doktoruar nuk është e thënë të bëjnë veç se karrierë profesionale akademike, por të bëhen edhe mësimdhënës cilësor në shkollat e mesme e gjimnazet e tona. Për çdo profesionist të tillë që konkuron e që pranohet si mësimdhënës
në shkollat e komunave më të largëta do të ketë bonus të veçantë. Pra, një doktor shkence, një magjistër nga Prishtina, Gjakova, Peja, Ferizoj, Gjilani, Mitrovica, që shkon në fshatra më të largëta të Rrugovës, të Shalës, të Sharrit, Karadokut, Drenicës, kudo që shkon të jap mësim në përfshatra që janë anashkaluar këtë qerek shekullit çlirimit, do të marrë bonus të mirë në pagën për mësimdhënie në shkollat e atyre fshatrave të larta. Do ta nisim programin e mësimit gjithditor me artin, sportin dhe mësimin digital në gjitha shkollat e vendit. Do të ndajmë buxhet, do të krijojmë kushtet duke organizuar e përgatitur paraprakisht për mbajtjen, infrastrukturën dhe burimet njerëzore. Për fëmijët me nevoja të veçanta, do ta kemi programin e zgjeruar të ndihmës në shkollë me logopedin, psikologun, aktivitetin sportiv dhe aktivitetet e veçanta rekreative. Për arsimin dual e profesional, do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimimin profesional dhe arsimin dual për qasjen tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimin dual në përgjigje të kërkesave të industrisë, duke ju bashkangjitur atyre 16 profileve aktuale në të cilën tashmë ndodhen ose i kanë përfunduar gjithsej 2300 nxënësa. Në arsimin profesional do të vijojë forcimi me investime në mjete mësimore, marrëveshje me industrinë dhe fushat ku përgatiten nxënësit. Digitalizimi i certifikatave dhe materialeve shkollore dhe finalizimi i një platforme të centralizuar digitale për menaxhimin e shkollave, ditarëve dhe materialeve shkollore digitale janë hapat tonë të radhës. Klasat e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrim internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar së bashku me qasjen falas në internet. Do të mbështesim gjithnjë më shumë programet e kërkimit shkencor në universitete publike. E në mandatin e ri, universitetet publike do të profilizohen si do të filloj planifikimi për buxhetimin e bazuar në vlerësim të performancës. Duhet ta dim universitetet publike në Kosovë se për çfarë drejtimesh janë shumë të mira e për çfarë janë më të mira se sa universitetet e tjera. Në qendrën e studentëve të Universitetit Hasan Prishtina do të ndërtojmë një konvikt të ri dhe 3 salla të reja për bibliotekë universitare për brenda qendrës së studentëve. Çdo qytetar i yni do të jetë i arsimuar e i edukuar, por për këtë na nevojitet edhe shëndeti i siguruar për njerëzit e vendit tonë. Prandaj, secili do ta ketë mjekun familjar dhe do të jetë brenda regjistrit të kujdesit parsor shëndetësor. Prej vitit 3 fillon plani për kontrollin dhe mbikëqyrje shëndetësore për çdo qytetar. Brenda vitit, tash e tutje, secili e secila do të ketë një kontroll të plot mjekësor. Sistemi që njihet si check-up do të parandaloj, ndihmoj dhe mbështes çdo rrezik që na vjen nga problemet shëndetësore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore, që po ashtu ndodhet në sirtar të gjykatës kushtetuese dhe pas kompletimit të sistemit informativ shëndetësor, hapet rruga drejt funksionalizimit përfundimtar të sistemit të sigurimeve shëndetësore. E në mandatin e ri do të decentralizojmë në tërësi shërbimet shëndetësore. Nga punët e para në këtë drejtim do të jetë shërbimet mjekësore onkologjike në të gjitha spitalet e përgjithshme. Kështu të sëmurët do të kursehen nga udhëtimi e mundimi, krahas tyre do të jenë edhe ato të dializës aty ku ende nuk jipen. Për këtë do të investojmë në çdo spital rajonal në pajisje, shërbime të reja dhe infrastrukturë moderne. Konkretisht do të ndërtojmë spitalin e ri në Mitrovicë dhe në Ferizaj.
Poliklinikat e reja specialistike do t'i ndërtojmë në Drenas, Sharr, Viti, Rahovec e Leposavić, e kush dëshiron të ta shoh se si duken ato, shkonim Podujev e keni të përmbyllur. Gjithashtu do t'i hapim poliklinikat specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj dhe Podujev. Do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që mbulojnë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Dhe lista e rimbursueshme e barnave fillon për herë të parë duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me barnat jashtëspitalore. Për listën esenciale të barnave do të sigurojmë shtimin e buxhetit deri në 100 milion euro, ndërkohë që e kemi gjetë më pak se çerekun e kësaj, vetëm 24 milion euro. Tashmë e kemi unifikuar çmimet e barnave në të gjithë territorin e vendit, pra me çmime po ashtu të përballueshme. Të dashur qytetar, mandatin që po e përfundojmë, fermerët e Kosovës i bëm më të mbështeturit në rajon dhe për këtë dëshmitar i kemi mbi 120.000 fermer bujqe blektor që përfituan mbi 300 milion euro grante e subvencione. Më e rëndësishmja është që subvencionet kanë shkuar të gjitha te fermerët dhe janë dalur abuzimet e shpërdorimet të cilat mbizotronin në të kaluarën. Me qeverinë tonë, subvencionimi për 1 hektar kultur të drithrave grur është 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime është 600 euro. Para ardhjes tonë në qeverisje, a dini sa shtalla të baktive i ka ndërtu shteti? Para ardhjes tonë në qeverisje, 0. Për 4 vjet, 103 shtalla. Kanë përfitu prej 50.000 deri në 80.000 euro për shtallë, e ka edhe shtalla 100.000 euro nga shteti për blektorët tonë. Dhe jo vetëm kaq, para 5 viteve kur kam qenë fushat, çmimi i litrit qumshtit që blektorët tonë e qonin në vend grumbullim ka qenë vetëm 18 cent. Blektorët të mërzitur në fytyra e me lot në sy na thoshin veç gjyna se nuk kam hesap me hip në traktor e me e qunë vend grumbullim se shkojshin as mja u morë. 18 cent litri. Dhe çfarë kemi bërë ne aso kohë? Ne e thamë, le ta rrisim këtë si premtim tonin për 50%. Në vend të 18 cent litra e qumshtit blektorëve, ne do ta sigurojmë që do të shitet 27 cent. A e dini sa është sot? 54 cent. 2 fishi premtimit ton, 3 fishi gjendjes që e kemi gjetë para 5 vjetëve. Prandaj do të vazhdojmë edhe më tej, mandatin e ri përqendrimi do të jetë te rritja e produktivitetit. Pra, jo vetëm rritja e prodhimit, por rritja e produktivitetit për brenda rritjes. Dhe gjithashtu të konkurrueshmërisë përmes mbështetjes së investimeve në teknologji e rrjetëzim të mbledhjes dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore. E kemi subvencionuar akcizën e naftës dhe tash po bëhet e mundur nisja e skemës që siguron prodhimin bujqësor nga fatkeqësitë natyrore. Nuk ka për të pas më rënim të ekonomisë fermerit, as pritje për vlerësime, për dëmshpërblime, por sigurim të strukturuar për prodhimin bujqësor. Gjitha prodhimet e fermerëve tonë do të përkrahen po ashtu në standardizim, certifikim dhe shitje. Çdo prodhim i standardizuar e i certifikuar me treg të garantuar për shitje. Prodhimet tona të certifikuara do të jenë të mbrojtura me ligj në vend dhe në Bashkimin Evropian, do të hapim mundësinë për aplikim për grante gjatë gjithë vitit. Me këto fermeri nuk do ta ketë ngarkesën dhe stresin e përgatitjes së projekt aplikimit në kohë të shkurtë. Do të përgatitet mirë dhe në sektorin që ka përvojë dhe treg për shitje. Vëmendje shtesë do të ketë zgjatja e sezonës prodhuese, vlerës së prodhimit dhe aspektit shumë qëllimor.
Do të kemi grante për fermer të papërkrahur, do të përkrahim fermat e fermerëve me grante të vogla për të bërë më rentabël, duke bashkëpunuar, standardizuar, grumbulluar, përpunuar dhe kontraktuar prodhimin me blerësin. Do të krijohet mundësia për aplikim për subvencione nga shtëpia online. Pas eliminimit të 10 dokumenteve, ditëve të humbura për aplikim për subvencione, që në vitin e 2 të mandatit ton, pra në vitin 2027, do të krijohet mundësia për të aplikuar nga shtëpia. Kësilloj secili e përcjell online e me telefon procesin nga aplikimi deri te pagesa e subvencionit. Karta e fermeri do të jetë me identitet dhe integritet të mbrojtur e sigurt në blerje të inputeve, marrje të këshillave, marrje të subvencioneve, qasjen financa dhe deri te shitja e prodhimit. Karta garanton që blerja e pesticideve, plehrave,